Shqipify paraqet Oliver Twist nga Charles Dickens. Vështirësitë ekonomike që Dickensi ka përjetuar në fillimet e jetës së tij frymëzuan romanet e tij më të mirë. Oliver Twist, David Copperfield, kohë të vështira që kanë përmbajtje të thellë shoqërore dhe kritike. Në vitin 1936, botuesi i Dickensit i ofroi mundësinë të shkruante një serial mujor, Letrat e klubit Pickwick, që i sollën atij famë. Në të njëjtën kohë, ai shkroi edhe një tjetër roman në episode javore, Oliver Twist, ku përshkruante ashpërsinë e jetës së vështirë të më të varfërve. Ky libër pati një sukses të jashtëzakonshëm. Personazhet. Oliver Twist. Një jetim pa mbrojtje, personazhi kryesor i tregimit, që nga lindja ai vuan nga trajtimi i keq që i bëjnë dhe tërhiqet në një botë vjedhjesh dhe krimi kundër vullnetit të tij. Zoti Bumble. Kujdestar i jetimores ku ka lindur Oliveri, është i pamëshirshëm ndaj fëmijëve të jetimores dhe gjithnjë i gatshëm të ndjek interesin e tij dhe të tregoj autoritetin. Zoti Brownlow. Zotëri i moshuar, i respektuar, i shtresës së lartë që e merr Oliverin në shtëpinë e tij. Ai i beson dhe e ndihmon të hyjë në rrugën e drejtë në jetë. Fagin. Një çifut dorështrënguar që kërkon të pasurohet në kurriz të djemve të vegjël që i stërvit si hajdut. Ai rri me kriminal. Sykes. Hajdut dhe kriminal, shoq i Faginit në grabitje. Një burr abuziv që shkon nëpër taverna dhe nuk ndalet para asgjëje për të marrë atë që do. Nancy. Vajzë e rrugës që është shtyrë nga Fagini të vjedh dhe të bëj gjëra të paudha, por ka zemër fisnike. Ajo e ndihmon Oliverin të shpëtoj nga një botë prej nga ajo vetë nuk ikën dot. Monks. Karakter i keq që rri me hajdut, i nxitur nga urrejtja. Ai sjell çelësin e misterit që rrethon Oliverin, që e mësojmë vetëm në fund. Rose Miley. Një grua e re e ëmbël dhe e dashur, shumë e sjellshme me Oliverin, që ajo e ndihmon pasi edhe atë e ka ndihmuar kur zonja Miley e mori në shtëpi. Kapitulli 1. Jetimorja. Në shumicën e qyteteve ka nga një jetimore për fëmijë të varfër ose jetim që administrohet nga famullia. Oliver Twisti lindi në njërin prej tyre. Foshnja e porsalindur u luhat mes jetës dhe vdekjes për një kohë të gjatë, derisa nisi të marrë frymë, mirëpo kur lëshoi të qarën e parë, një vajzë e re e zbehtë e lodhur foli nga shtrati i saj. Më lini ta shoh para se të vdes. Mjeku ja vendosi foshnjën në krah. Ajo e puthi dhe pastaj vdiq. Mjeku ja dha foshnjën infermieres dhe mori kapelen e tij duke u bërë gati të largohej dhe tha: "Ishte e bukur, nga vinte?" E gjetën në rrugë me këpucët e grira nga ecja e gjatë, po askush nuk e di nga vinte apo ku shkonte.
Oliveri qante me të madhe. Po sikur ta dinte se çfarë fati e priste, do të qante edhe më shumë. Në atë vend jetonin 20 apo 30 jetim të tjerë të mjeruar. Në atë vend që drejtohej nga zonja Man, e cila përvetësonte shumicën e parave që këshilli i famullisë i jepte për ushqim dhe veshje për secilin fëmijë, kështu që fëmijët ishin të uritur dhe kishin ftohtë, ishin të pistë dhe sëmureshin derisa vdisnin. Oliver Twist ja doli të jetoj pavarësisht vështirësive. Ditën që mbushi 9 vjet, e kaloi i mbyllur në plevicën e qymyrit bashk me 2 djemë të tjerë, sepse kishin thënë që ishin të uritur. Atë ditë, Zoti Bumble, që e kishte dërguar këshilli i famullisë, erdhi të marrë Oliverin. Ai ishte njeriu që i kishte vënë Oliver Twistit emrin që mbante, ashtu si bënte me të gjithë jetimet e tjerë që vinin në jetimore, dhe tani misioni i tij ishte ta sillte sërish para këshillit në mënyrë që ai të bënte diçka të dobishme, pasi tani ishte mjaft i rritur për të punuar. Teksa Oliveri largohej nga jetimorja me Zotin Bumble, ai ndjeu ankth që po largohej nga miqtë e vetëm që kishte patur, dhe u ndje shumë i vetmuar. Disa orë më vonë, Oliveri qëndronte para këshillit të jetimores. "Ke ardhur këtu të arsimohesh dhe të marrësh ndonjë zanat," tha kryetari. "Dhe në orën 6 të mëngjesit nesër do të fillosh punën, do të endësh pëlhura." I gjori Oliver, e detyronin të punonte për një tas supe të hollë, që të largohej nga jetimorja ose të vdiste nga uria apo lodhja atje dhe të mos ishte më përgjegjësi e famullisë. Kishin aq shumë uri sa që ata hidhnin short se kush do të kërkonte më shumë ushqim në darkë, dhe ishte radha e Oliverit. "Të lutem, zotri, edhe pak." Përballë një guximi të tillë, guzhinjeri thirrri kujdestarin, Zotin Bumble. Këshilli vendosi ta mbyllte Oliverin në një dhomë të errët për një javë dhe vendosën një shpallje në derë të jetimores se ofronin 5 pound për çdo që do ta merrte si qirak. Gamthildi, o gjakfshirësi, kaloi aty dhe kur pa se ofronin 5 pound, pikërisht shuma që i duhej për të paguar qiran, shkoi brenda dhe e kërkoi djalin. Këshilli e njihte sa keq i trajton ai qirakët e tij, që sëmureshin shumë shpejt duke pastruar oxhaqe. Ndaj i ofruan vetëm 3 pound. Gamthildi deshi të bëj pazar, por më në fund u pajtua me çmimin. E vetmja gjë që kishte mbetur ishte që djali të dërgohej para gjykatësit që të nënshkruante marrëveshjen. Kur gjyqtari i moshuar e pa Oliverin e zbehtë dhe të tmerruar, e pyeti pse, dhe fëmia i gjor ra në gjunjë dhe thirri: "Kini mëshirë, le të më dënojnë në dhomën e errët ose të më lënë të vdes nga uria apo të më rrahin, por mos lejoni të më marrë ai." "Nuk do ta nënshkruaj," tha gjyqtari. "Çojeni djalin në jetimore dhe trajtojeni mirë." Ata e vunë shpalljen sërish në derë dhe Zoti Bumble e nxiti varrmisin që ta merrte Oliverin si qirak. Zoti Sowerberry u pajtua që atë pasdite ai mund të hynte në shërbim të tij dhe Zoti Bumble e dërgoi atje. Rrugës për tek varrmisi, Oliveri nuk reshte dot së qari në heshtje.
Je shumë mos mirënjohës, I tha Zoti Bumble. Jo, zotëri, do të sillem mirë, por jam kaq vetëm, askush nuk më do, dhe vazhdonte të qante. In the next video, we're going to get into chapter 2, The Undertakers, or Tek Varmihesi. See you there!